Këto pajisje të dhuruara për studentët shërbejnë si shembull i përkushtimit tonë ndaj inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor dhe njerit për të nxitur dhe fuqizuar studentët të krijojnë dhe të zhvillojnë zgjidhje të reja teknologjike dhe mjedisorë me mjedisin. Falenderoj Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe të Infrastrukturës për këtë donacion që na ka dhuruar sot. Dhe në kuadër të fakultetit tonë kemi në Departamentin e Menaxhimit Mjedisit që së bashku me Ministrinë do të mundohemi që sa më shumë të promovojmë hapësirat mjedisore dhe të kontribuojmë mjedisit të cilët na raton për neve. Ky aktivitet synon nxitjen e përdorimit të teknologjive inovative në hapësirat publike dhe promovimin e zhvillimit qëndrueshëm urban e mjedisor, duke kontribuar në krijimin e hapësirave më funksionale, më të gjelbra dhe më miqësore për komunitetin universitar dhe qytetar.